Të nderuar vëllezër musliman, vitet kalojnë, muajt ikin, javët përfundojnë, ditët në vazhdimsi kalojnë dhe jeta jonë shkon drejt fundit të saj. Hap pas hapi. Dje prisin me mall hanën e re të Ramazanit. Kur po vije, apo na gjon Ramazani, si po na gjon Ramazani, u futëm Ramazan, dhe ditë që i parë, dhe ditë që i mesën, dhe ditë që i fundit, për këto tema kemi diskutu. Sot e kemi përcjell atë, nuk qëndron mesin tonë. Netët e ditë bekuar kaluan sikur se një ëndër e bukur, e shpejt, e lehtë, pa probleme e kështu me radhë. Dhe tani mbet pyetja e madhe, a do të vazhdojmë ashtu si në Ramazan, apo do të ndryshojmë? Këtë pyetje sot duhet m'ia bëj gjithsesi në vetvetes, kur gjohë mos faqin marrë mësime nga kjo ditë madhështore e ditës së gjuma, namazit më të vlefshëm të jetës tonë që është namazi i gjumash. A do të vazhdojmë ashtu si në Ramazan, apo do të ndryshojmë për se keqi? Ramazani nuk ishte fundi i adhurimit, por ishte fillimi një rruge. Prandaj, o vëllezërit e mi, o besimtarët e drejtë, mos u bën rob i Ramazanit, po bëru rob i Allahut. Frika nga pranimi i veprave tona. Vëllezër të dashur, besimtari i vërtet nuk mbështetet vetëm në veprat e tija. Me thonë unë kom bo vepra dhe janë të mjaftueshme për mua, për familjen time. Por i friksohet Allahut në pranimin e tyre. Por i friksohet Zotit, ai ka pranuar ato vepra që ne kemi punuar. Allah i madhrishëm thot: وَالَّذِينَ يَتُوبُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Dhe ata që japin nga pasuria e tyre, zemrat e tyre i kanë plot frikë, sepse do të kthehen te Zoti i tyre. Edhe pse kanë vonë, zemrat e tyre i kanë me frikë, sa Zoti i plotfuqishëm ai pranon. Në lidhje me këtë ajet surës El Mu'minun, respektivisht ajeti 60, na përcjell një hadith madhështor, kur Aisha radhiyallahu anha, nana e muslimanëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha: Ja Rasulallah, annahum alladhina yasrukuna wa yashrabuna al-khamr. O i dërguar i Allahut, a janë ata që bjedhin, a janë për ata që pinë alkohol? Kështu ka po pyetën, që thot Allahu, dhe ata që japin, ata që japin, zemrat e tyre kanë plot frikë, sepse do të kthehen te Zoti i tyre. A është për qëllim kjo për ata të cilët vjedhin, për ata të cilët pinë alkohol? Qala sallallahu alaihi wasallam, ai i dërguar i Zotit, paqja mëshira Allahu, tha: La ya binti Siddiq, ولكن الذين يصومون ويصلون ويصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. Jo o bia e Abu Bekr Siddiq. Nuk e ka këtë qëllim për ata që pinë alkohol dhe vjedhin. Ky ajet ka qëllim për ata që agjerojnë, falen, japin sadaka. Megjithatë, friksohen se nuk pranohet. Edhe pse i bojnë këto vepra të mira, e kanë tutën që Zoti ja pranon. Prandaj shkon një pyetje logjike jona. Këto punë dhe këto ibadete që i bojnë, a na shkon në nërmend, a na pranon Zoti apo jo? A duhet ta kemi dos frike, me qenë se po i kryjm obligimet e krijuesit, a na pranon Zoti apo këto vepra? Dhe çka duhet me po që ai mi pranu? A duhet mi bo sinqerisht për të, apo duhet mi bo mu duk, mu shfaq, mu përmend, e kështu me radhë? E para është realja, sepse çdo punë bëhet për Allah dhe për askën tjetër. Prandaj vëllezër, në komentimin e shkurtër, mufessirin kanë thonë që ky është besimtar i vërtet, që tutet apo ja pranon Zoti vetë, që ky është besimtar hak. Punon shumë, orvatet shumë, përpjeket shumë, angazhohet shumë, ka mund të madh për atë që e punon, por nuk mburret. Shiko këtë pjesë. Por nuk mburret. Nuk ju thotë, unë e falna. Ose, a din unë e minushëm. A din që unë e pisa dako. Shkëm të mburë.
i kallëzua ti tjetër që unë pi bëj këto vepra. Pra, komentatorët e Kuranit thonë, kjo është besimtari i vërtet, i vërtet, punën shumë, arvatet shumë, angazhohet shumë, por nuk mburret, vepron mirë, bën punë të mira, nuk mburret, por nuk është i sigurt. Ai gjithmonë i lidh zemrën me Allah. Në këtë pikë duhet gjithë secili me pas kujdes. Ai kemi lidh vërtet zemrën me Zot, zemra jonë, që është një organ, idha salaha al-jasadu kullu, wa idha fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Në trupin e njeriut është një organ, nëse është në rregull, i tërë trupi është në rregull. Nëse ai organ është keq i semur, tërë trupi i tij nuk është në rregull, është i semur. Ala wa hiya al-qalb, ai është zemra. Zemra jona është e lidhur me Allah. Ai kemi lidh ibadetin me Zot, apo me njerëz, apo me mburrje, me të përmendje, me angazhime të kota. E bukura është kur vazhdojmë në avrim. Sa bukur është një vepër e mirë kur pason me një tjetër të mirë. Sa e mirë është një punë islam kur nuk stopon ty, po vazhdon me një punë tjetër. Një namaz me një namaz tjetër, një agjerim me një agjerim tjetër, një sadaka me një sadaka tjetër, një respektim me një respektim tjetër, një dërim me një dërim tjetër. Do më thonë gjithmonë e ki me një diçka tjetër mbrapa. Se kur të nalesh, dihet kur nalesh. Nalesh atër kur të nali madhi Zot ty edhe mu, dhe mos ka mundësi mo mas asaj me bo vepra të mira. Prandaj, sa bukur është një vepër e mirë kur pason me një tjetër. Sa madhështore është bindja në Zotin kur ajo vazhdon. Në vazhdimësi kitë njëtin bindjen krijuesit. Një prej dietarëve të selefit ka thonë, thawabul hasanatu ba'daha. Shpërblimi i një vepre të mirë është vepra tjetër e mirë pas saj. E bën një vepër të mirë. Sa shpërblimi i mirë është i një vepre të mirë kur e pason një vepër tjetër të mirë. Nuk të mashtron e vepra parë, e ku bota është son nevojë. Jo. Ki nevojë ti edhe unë gjithsesi kemi nevojë me bo vepra prapë të mira. Dhe kjo është një nga shenjat më madhështore që Allah e ka pranuar veprën për nesh. Jep mundësi për një vepër tjetër Zotit. Adhurimi nuk ka fund deri në vdekje. Allah i Madhërisht thotë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuro Zotin tënd derisa të vijë vërteta, derisa të vijë vdekja. Deri kur po duhet ta më adhuro Zotin? Derisa na vijë e gjithë. Deri në qatë kohë, në qatë moment, qatë qasë, ne duhet ta madhnojmë, ta adhurojmë Zotin tonë. Feja jonë nuk është sezonale, nuk ka fe lokale, nuk ka fe racore, nuk ka fe ngjyrore, nuk ka fe kontare. Fe e Zotit. Për gjithë njerëzimin, pa dalë ngjyre, race, kombi, mendimi, politik, shoqëror, ekonomik, jo. Kjo është feja e Allahut. Feja jo nuk është sezonale, nuk është vetëm në Ramazan. Feja jo nuk është fe Ramazanit. Kush ka thonë që Islami është fe Ramazanit? Është një jetë e tërë. Ramazan normalisht që shtohen veprat tona, dhe të birit të ademit kanë peshë më të madhe, dera është më e madhe, shpërblimi më i madh. Por nuk është feja Ramazanit. Ai që ka menduar që Islami është fe Ramazanit ka gatuar shumë, se ka bërë një fe kohore. Për kaq ditë në vit. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi alayhi, u shpyt, kur i vjen hise robit me pushu? Ai tha, kur ta vendos kombën e parë në xhenet. Kur ta vendos kombën e parë në xhenet, atëherë ke pushu. Atëherë mos ki me punu. Çatëherë nuk ka askush me punu. Istikama apo qëndrueshmëri në fe nuk është vetëm Ramazan. Allahu thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Më të vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allah, pastaj qëndruan pa luhatshëm. Prandaj ne duhet të jemi musliman dhe besimtar edhe njerëz pa luhatshëm. Pavarësisht se çka mendojnë dhe çka flasin dhe çka paragjykojnë të tjerë. Nuk mjafton të themi besoj. Nuk mjafton të thonë dikujt unë besoj. Kjo është fillim, me thonë besoj. Por duhet vazhdohet në atë. Vazhdimisht duhet ne të angazhohemi të përpiqemi në atë që themi besoj. Gjithashtu Allahu thot: "Fastakim kama umirt", qëndro drejt ashtu siç e urdhëruar. Nga kush? Nga Zoti.
Drejt ti ke me qenë drejt i unë dhe gjithsesi nga ne duhet me qenë drejt sa kemi gjallë. Qëndrueshmëria është të qëndrosh në namaz edhe pas Ramazanit. Ai që e ka nis ibadetin, namazin, Ramazan, ai qëndron drejt edhe pas Ramazanit, pa u ndal, pa u stupu, pa i po kurrë problemi çështja e namazit. Ta ruash gjuhën edhe pas Ramazanit. Na kemi thonë, nëse dikush çon të këndon Ramazan, ti thu inni sa'im marratin. Çush ka thonë pejgamberi, unë jam agjërues 2 herë fu. Unë jam agjërues, unë jam agjërues. Por të ruash gjuhën edhe pas Ramazanit, kjo është qëndrueshmëri fe. Ta vazhdosh me Kur'anin edhe pas Ramazanit. Çumra në lej faqe lexon ti. Në rresh me Zot Kur'anin. Kështu ne do të thoni çka ka ai libër këtu. Po çdo na, te koka, o tri, te koka, në vend telefonit, ndosë Kur'anin, fjalën e Zotit. Para se mi mbyll syt. Kështu ne. Shikoni çka po thot fjala Allah te barekuhu teala. Masa keni aplikacione, zbritë Kur'anin në fisnik, gjon shipe, shpjeto 2-3 ajete. Bjerë gjumë me qëto ajetet Zotit që i ke lexuar. Për ty, për jetën tonë, për amelin tonë. Shoti pyeti, cilat janë ato punë me dashurat e Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka lënë gjë pa na shpjeguar. Dhe këtë çështje na ka shpjeguar dhe na ka thonë, ahabbul a'mali ila Allah adwamaha wa in aqall. Veprat më të dashura te Allahu janë ato që janë bën në vazhdimsi edhe nëse janë të pakta. Veprat më të dashura të Zotit janë ato veprat që vazhdojnë. Pak është, pak, shumë pak është, ama vazhdojnë. Jo që nalen, shumë edhe nalesh. Kështu Islami nuk i don një vepër mirë që bën shumë vepra të mira stopohet. Kjo nuk ka përzgjedhje kësaj feje. Në Islam ka thënë pejgamberi alayhis salam, veprat më të mira janë te Zoti, ato vepra që janë të vazhdueshme. Janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Janë shumë pak tek njerëzit që janë pak. La tahkaranna min al-ma'ruf shay'an wa law talqa akhaka bi wajhin talq. Mos minimizosh nga veprat e tua të mira, nëse është ajo edhe një buzëqeshje të vallta. Prandaj mos thuaj është pak. Nuk kërkohet shumë në Islam, kërkohet vazhdimsi. Kupto këtë. Një faqe Kur'an çdo ditë, a mundesh me bëj gjithsesi cilëpinesh, po vallahi. Çdo ditë mund me lexuar nga një faqe Kur'an. Se bëj. 2 rekat namaz çdo natë. S'më marr abdes, mi fal 2 rekat sunet, edhe marr gjumë. A mundem çto me bëj? Një sadaka çdo ditë. 40 cent në një gjë, ju që shkoni shpesh në qytet, 10 cent një euro njerëz. Jo më shumë. 10 apo 20, nëse e ki çdo ditë, 30 ditë, 3 euro. 3 euro mi dhon muaj. A mundem çto me bëj? Mundem me bëj. Wallahi nuk e bëj. To janë me të dashura tek Allah se sa vepra të mbaqen dhe priten. Të mëdha ke bëu shumë, ke dhënë shumë sadake, ke bëu shumë iftare, ke bëu shumë ibadet në Ramazan, po janë ndërprer. Ta, sikur me bresi kemi ndalë. Dyert e mirësisë janë të hapura o vëllezërit e mi gjithmonë e kulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderojmë Allahun, salatu e selam i dërguar te dërguari ton alayhi salatu wassalam. Feja jonë është si një kopsht. Kush e ujtë vazhdimisht, do të korë frytet e saj. Kështu është feja islame. Nëse ujtim vazhdimisht, presim rendimete për Allah. Nëse vetëm e qesim faren, as nuk e rrethojmë, as nuk e punojmë, as nuk e ajitim, vallai nëse e bën e kokën e bën posh. Ata që e punojnë pullamoqin këto e dinë këtë punë. A bën me lon me bari që ashtu pava ditë, vata bari, dyta, mos me punuar, mos me qyre, hiçe, mos me prashite. Fond, s'di pse s'po ma bën në pullamoqin mirë. Po s'ja ke bëu me hiç. Po e kum pas një lloj. E ky tjetër pse e ka bëu? Këti tjetër pse e ka bëu pullamoqin? Po ky e ka punu. Po ky ka ujit. Po ky u kujdes, po ky merr rendimente, se ky për çdo ditë ka pak, ka punuar dhe ka mri. Prandaj ne mos bëhemi të tillë, po frasim mendjes dhe të mendojmë me gjuhën e arsyes. Mesazh për zemrat tona si vëllezër. Mos jeni prej atyre që e njohin Allahun vetëm Ramazan. Po jeni prej atyre që Allahun i njeh gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë vitit Zoti jo me ty. Disa dietar ka thënë Besel kaum la yarifuna Allah illa fi Ramadan. Sa popull i keq është ai popull që njeh Zotin vetëm Ramazan. Dietar kështu kanë menduar, kështu kanë thonë. Unë normalisht e di që ibadetet s'mundën me i bëj sikur Ramazan. A
mu mi ndërprej krejt kështu, edhe kjo zbon. Pak, pa to t'jenë të vazhdushme, që dëshmie qartë jona vëllezër të mirë, është ardhe në gjithë gjumoni. Nga këtu kuptoj, une si imami kësa xhamie, që ju nuk e keni adhuru Zotin vetëm Ramazan. Jeni të adhuru Zotin edhe mas Ramazan. Dëshmi, hoqë për këto që këtu, dëshmi e ju, se nuk e keni harru Zotin, e keni lënë punën atje, keni ardhur me falë namazin gjumës. Pra kjo një dëshmi e qartë, e vullnetit mirë, e bindjes dhe pranimit të Ramazanit. Nëse fillimi yt është i mirë, vazhdimi yt është shpërblim. Kush e humb vazhdimsinë e çështje, e humb rrugën. Veprat janë si zemra. Nëse ndalet, vdesin. Nuk është madhështi të fillosh, por madhështi apo e marrësh të vazhdosh. Se dikush krenohet që e ka nisë një punë. Mirë e ke nisë, po vazhdo punën dhe të përfundo punën. Inna me l'amel bil khawatim, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, veprat janë çysh po përfundojnë ato. Jo çysh ti nisin. E kemi nisë mirë Ramazanin, e kemi përfunduar mirë. Po tash mundon që aty nuk ka përfundimi ajo yti. Kjo po del sikur ti ke përfunduar me Zotin. Gëzimi vërtet është kur thot Allahu, kur bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu. Thuaj, tregoj muslimanëve. Me dhuntin Allahut dhe me shirën e tij, me këtë në gëzohen besimtar. Me çto? Në madhështinë e Zotit dhe vullnetin e tij në gëzohen besimtar. Ku dim që na pranon Allahu xhumot? Kur e dim na që Allahu na ka pranuar xhumot? Sa dëshmia. Javën tjetër dëshmia tjetër. Javën tjetër është dëshmi. Sa xhumot i falim dhe sllalim nga këtu, kjo dëshmi që Allahu ka pranuar xhumon ton. Pra, gëzimi është kur Allah na pranon vetë. Kur zemra jonë mbetet e lidhur me të, kur vdesim në rrugën e tij. O Allah, Zoti i qiellit dhe i tokës, na prano veprat tona në Ramazan dhe mos na bëj për atyre që humbasin pas tij. O Allah, na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Na jep frikë nga refuzimi i veprave dhe na bëj për atyre që vazhdojnë të mira deri në fund. O Allah, forco zemrat tona në fen tonë. Mos na devio pas udhëzimit dhe na bëj për atyre që thojnë Allah është Zoti ynë dhe qëndrojnë këtë rrugë. O Allah, na bëj për banorët e xhenetit pa llogari dhe pa dënim. Na fal neve, na fal prindrit tonë, familjarët tonë dhe gjithë ummetin musliman. O Allah, na jep një përfundim të mirë dhe na bëj për atyre që fjala jonë e fundit tjetë La ilaha illallah محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.